Rrëfimi i fortë i Gjestit. Gjesti ka bërë më shumë se 150 ditë në izolim pasi nga Big Brother i Kosovës kaloi menjëherë në atë të Shqipërisë. E duket se gjendja e tij nuk ka qenë edhe e mirë këto ditë, duke pasur kështu një ngarkesë të madhe emocionale e psikike. Gjatë një bisede me Gerta Gixharin, ai tregon se si ka hyrë në dhomë të rrëfimit dhe ka qenë gati duke vdekur. Banori nga Kosova thekson se ka qenë duke lëshuar shpirti prej ngarkesës së të këqijave. Qysh u hi brenda në dhomë të rrëfimit që ky besart Kelmendi që ka qenë duke vdekur, gati duke më lëshu shpirti prej ngarkesës së madhe prej të këqijave. A do me nxjerr, tha ai. Mëtej u drejtua Gertës me tone të larta, e di Zoti, unë dhe vllai i madh, mos bëj gjeste. Dilja ku e ke derën, i tha ajo në anën tjetër, se nuk ka qenë mirë e kemi parë edhe në bazë të veprimeve dhe sjelljeve në shtëpi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.